Përpos faktit si me Andorrën nuk diskutoheshin tre pikët, ndeshja kombëtare shqiptare mbrëmjen e së hënës kishte brenda saj disa aspekte apo ndodhita habitshme, të mbledhura bashkë, këto momente të veçanta që shoqëruan për më shumë se 90 minuta këtë event sportiv e sollën atë edhe më në qendër të vëmendjes. Nëse gjithçka po zihente prej kohësh, arena kombëtare u shfrytëzua si një valvulë shkarkimi për shumë tifozë që mendojnë se ju është bërë një padrejtësi, por jo vetëm nga ana e polemikave, pasi që ndeshje pa të vendoseshe rekorde, të thyri hierarkia të krijonte pakënaqësi dhe po ashtu la një kuriozitet të tifozët se cilët do të jenë 11 gladiatorët që do zpresin në fushë për duelin më të rëndësishëm të këtij grupi, atë me Serbinë. Përpara ndeshjes, grupime tifozësh të organizuar protestuan përpara ambienteve të Federatës Shqiptare të Futbollit. Për ata nuk ka pasur bileta të rezervuara në sektorin ku kanë qëndruar gjithmonë dhe kjo ka sjellë pakënaqësi të mëdha. Sipas tyre është vetëm fillimi, ndërsa e habitshme është edhe pse nuk morën bileta me marrëveshje nga FSHF-ja, askush nuk i ndaloi tifozat kuqësi që të vendoseshin në sektorin e tyre. Ata pasi nisi takimin e shenjë proteste, model ky i parë dhe të tifozët në kampionatin italian, kur rasti i fundit është i atyre të skuadrës së Milanit, që 15 minutët e para largohen nga sektori i tyre dhe më pas rifuten. E njëjta gjë ndodhi edhe në ndeshjen e së hënës. Më herët, vetëm në ndeshje të veçanta kur kundërshtari ishte një niveli të lartë, mund të shihnim një stadium sold out. Me epokën Silvinjo, tifozët kanë qenë fantastik dhe çdo ndeshje duhet të kujtoheshe shumë herët për një bilet, ose mund të mbeteshe jashtë stadiumit. Dueli i fundit të reflektoi një ndryshim i cili u pa në shkallët e stadiumit. Tribuna Karshi, sidomos kati i parë, i cili kishte një çmim prej 10.000 lekësh të rinj për bilet, ishte më pak si gjysma e kapacitetit të vendeve. Dy statistika dalluan në ndeshjen me Andorrën për kombëtare shqiptare. Përqindja mbajtjes së topit ishte rekord me 85%, kuqësinjtë nuk ishin dominuar ndonjëherë një kundërshtar në këto shifra. Tjetra ishte se Andorra nuk regjistroi asnjë goditje në portë apo jashtë saj. Ndeshja e fundit që Shqipëria kishte një situatë ngjashme ishte në fitoren 5-0 me San Marinon në 8 shtator 2021, po në kualifikuese të botrorit. Ngjarjet e veçanta vijojnë, sepse ajo mbrëmje ishte edhe për Myrto Uzunin, sulmuesi u rikthye të shënonte me fanellën e kombëtares që nga shtatori i vitit 2022, kur fluturimsi realizoi kundër Izraelit. Nëse do të numëronim golat e tij me klubet që nga ajo periudhë janë plot 48 rjeta të tundura, me sa duket Myrto prishte një mallkim. Topjeta e parë në karrierë më kombëtare për Madhen nga qëndrimi në stol në Wembley Ray është vrasur si ekipeve modeste, kështu siç tregon dhe historiku i koleve me Shqipërinë. Brendimi i stadiumit, nëse nga tribuna kryesore do të hidhej një sy përballë mbi katin e dytë, ishte vendosur një ekran jet rreth 80 metra, i cili sillte në vëmendje sponsorët e FSHF-s, së bashku me dy ekranët ku mund të shihej një përsëritje të aksionit apo vendimin e konfirmuar të sistemit VAR. Të gjithë duhet ta pranojmë se stadiumi të jep përshtypjen se ku po ndjek një ndeshje në një stadium të ndonjë klubi të madh europian. Broja altruist. Nëse para dëmtimit apo edhe në lojrat më klubet, Armando Broja ishte një lojtar i cili pëlqente të mbante pak më shumë se të tjerët topin në këmbë dhe të merrte kucimin për të krijuar situata dhe për të tentuar portën. Diçka e tillë ndodh sërish për ndeshjen e fundit me Andorrën, por edhe në Angli, sulmuesi u shfaq në një tjetër version, altruist dhe duke shërbyer për shokët, pavarësisht se në Wembley ai pasim nuk u shfrytëzua, në Tiranë mana i dërgoi në rrjet. Duket që diçka nuk shkon në ambienti ku qezi dhe ndoshta pakënaqësitë mund të jenë shfaqur, diçka që i dha sinjalet një ditë përpara ndeshjes me Andorrën, ku Yasir Hasani mësoi se nuk do të ishte titullar dhe stërvitjen e mbylli me nervozizëm. Ishte hera e parë që trajneri nuk e preferoi Ansorin si titullar që nga ndeshja e tij e parë në drejtim të kombëtares. Kjo u forcua pasi Silvinjo në takimin me Andorrën bëri vetëm 3 zëvendësime, edhe pse kishte mundësi të aktivizonte dy lojtarë të tjerë, duke qenë se rezultati ishte 2-0, përveç Hasanit dhe Bajramit, të cilët luajtën vetëm me Anglinë. Minuta fare nuk mori Nea Mihaj, Ernest Muçi dhe Medon Berisha, sepse Ardian Ismaili kishte probleme muskulare.
Me sa duket, hierarkitë kanë ndryshuar në kombëtare dhe në qershor me Serbinë e Letoninë. Formacioni kuqësi mbetet një ekuacion më vete.